Vuani nga gjëndra tiroide, urgjent hiqni dorë nga këto ushqime. Gjëndra tiroide është një nga gjëndrat endokrine që prodhon hormone që mund të kontrollojnë aktivitetin e trupit tonë. Prandaj është e rëndësishme të jetë në ekuilibër. Është shumë e rëndësishme kur identifikojmë disa ndryshime për të vepruar sa më shpejt jetë e mundur, sepse trajtimi i shpejtë dhe i duhur është çelësi i shërimit të tiroides. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por pa një dietë të përshtatshme, trajtimi mund të mos jetë edhe aq i efektshëm. Njohja e ushqimeve që duhet të shmangni është një nga fillimet e mira për të përmirësuar funksionin e tiroides dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e shëndetit të saj. Nëse jeni një person që vuan nga gjëndra tiroide, me patjetër duhet të hiqni dorë nga këto ushqime. Sheqeri. Nëse sheqeri është i rafinuar, ky ndryshim më tej do të ndikojë në nivelin e glukozës në gjakun tuaj. Nëse dëshironi të shmangni një sëmundje autoimune të tiroides, duhet të përmirësoni si fillim edhe shëndetin e pankreasit dhe të mbani nivelin adekuat të hormoneve dhe pastaj të eliminoni disa nga përbërësit kryesor për të evituar kështu edhe problemet që shkaktohen në gjëndrën tuaj të tiroides. Hiqni dorë nga pirja e kafes. Nëse pini kafe mesatarisht është mirë, por nëse pija konsumohet në sasi të madhe, është më mirë ta rishikoni këtë zakon. Ajo çfarë ndodh është tejkalimi i kafeinës që komprometon funksionin e duhur të gjëndrës adrenale. Për të marrë një ide, pirja e kafes stimulon sekretimin e hormoneve epineferin dhe neuropineferin përmes gjëndrave të veshkave. Por çfarë do të thotë kjo? Kjo nënkupton që keni një lloj lodhje adrenale në prodhimin e tiroides dhe mund të ndikojë dukshëm në shëndetin tuaj dhe në krijimin e komplikacioneve të pakontrolluara. Patatet e skuqura gjithashtu mund të ndikojnë ndjeshëm në shëndetin e tiroides. Patatet e skuqura ose ndonjë ushqim tjetër që është i skuqur do të ndikojë dukshëm tek tiroidja. Përveç veprimeve të drejtpërdrejta në trupin ton, ushqimet e skuqura ndikojnë negativisht në barna dhe në sekretimin e hormoneve të tiroides. Gluteni mund të ndikojë negativisht në tiroiden tuaj. Ky është një kërcënim shumë serioz për tiroiden tuaj, sepse përmban gjithashtu një proteinë të quajtur glandin. Ajo çfarë ndodh është se tiroidja prodhon një substancë e cila është shumë e ngjashme edhe me glandinën, kështu që kur konsumohen ushqimet që përmbajnë gluten, të tilla si buka, makaronat ose ushqime të tjera gluten përmbajtëse, trupi do të reagojë përmes sistemit imunitar dhe mund t'i shkatërrojë ato të dyja. Soja gjithashtu mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj të tiroides dhe të sjellë një sër keqformimesh të saj. Ju nuk jeni të detyruar të ndërprisni ngrënien e sojës, por duhet të konsumohet në mënyrë të moderuar. Por gjithashtu, nëse vendosni të hiqni dorë nga soja, ju do të bëni një zgjedhje inteligjente dhe do të përmirësoni kështu shëndetin tuaj të tiroides. Perimet curciferus mund të jenë gjithashtu shumë të dëmshme për shëndetin e tiroides dhe mund të ndikojnë negativisht në organizmin tuaj. Lakra, të tilla si lule lakra dhe brokoli, janë të dobishme për shëndetin, por kur vjen puna tek problemet të tiroides, do t'i ishte më mirë që t'i shmangnit këto ushqime. Në fakt ato ju dëmtojnë edhe dietën tuaj nëse nuk konsumohen të balancuara dhe mund të ndikojnë negativisht në shëndetin e tiroides dhe të krijojnë gjithashtu keqformime të tyre. Nëse jeni një person që shpesh vuan nga gjëndra tiroide, tregohuni më të kujdesshëm me këto ushqime në dietën tuaj ditore, pasi mund të sjellin një risk të madh të shëndetit dhe të ndikojnë gjithashtu negativisht në procesin tuaj imunitar. Personat që vuajnë nga tiroidja duhet të tregohen më të kujdesshëm me ushqimet që zgjedhin në dietën e tyre, pasi në të kundërt ato mund të ndikojnë në çdo aspekt të shëndetit. Hipotiroidizmi, një tiroide jo aktive, nuk mund të kurohet. Megjithatë, ka disa ushqime të mira për tiroiden,
të cilat mund të ndihmojnë për të mbajtur nën kontroll këtë gjendër të vendosur në qafë. Tiroidja është një gjendër e vogël në formën e fluturës që gjendet në qafë, që kontrollon aktivitetet tuaja metabolike duke prodhuar kështu hormonet që rregullojnë rrahjet e zemrës dhe djegin kaloritë, citon Healthline. Tiroidja jo aktive nuk prodhon mjaftueshëm nga këto hormone, duke u shkaktuar gjithashtu edhe ndjesinë e lodhjes, plagështisë, stresit e të tjera. Në këtë video do të listojmë ushqimet të cilat duhet të konsumohen edhe ato të cilat duhet të shmangen nga dieta juaj për të rikthyer funksionet optimale të gjendrës tiroide dhe për të evituar gjithashtu edhe keqformimin e saj. Nëse jeni një person që vuani shpesh nga gjendra tiroide, tregohuni më të kujdesshëm me atë që shtoni në vaktet tuaja ditore, pasi çdo ushqim i mundshëm do të luajë një rol të rëndësishëm për shëndetin e tiroides dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Salmoni. Disa studime sugjerojnë se shumica e njerëzve që vuajnë nga sëmundja Hashimoto kanë nivele të ulta të vitaminës D, krahasuar kjo me njerëzit e tjerë. Doza të ulta të vitaminës D lidhen me nivele të larta të antitrupave të tiroides dhe krijimin e komplikacioneve të shëndetit të tyre. Këto antitrupa aktivizojnë kështu sistemin imunitar për të sulmuar rindet e tiroides, të cilat shkaktojnë inflamacione dhe vështirësojnë funksionet e tiroides. Merrni 600 njësi vitamine D çdo ditë për të parandaluar kështu inflamacionin, kur tiroidja mund të funksionojë më mirë. Salmoni është një nga burimet më të mira të vitaminës D, ku një racion prej salmonit mund të ofrojë 570 njësi të vitaminës D. Nëse nuk ju pëlqen peshku, mund të gjeni gjithashtu këto produkte edhe të pjesë të tjera, siç është për shembull lëngu i portokallit, qumshti dhe vezët. Kështu, përfitimet të duhura në shëndetin tuaj do të luajnë një rol pozitiv në shëndetin e tiroides dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Frutat e thata. Frutat e thata, sidomos siç janë arrat, janë të pasura gjithashtu me selen, një mineral i cili luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e hormoneve të gjendrës së tiroides. Seleni ka gjithashtu fuqi të mira antioksiduese. Gjendja autoimune të tilla si sëmundja Hashimoto mund të rrisin edhe inflamacionin. Seleni mund të ndihmojë në lehtësimin ose parandalimin e inflamacionit nëpërmjet fuqive të tij antioksiduese. Fasulet e bardha. Një kup me fasule të bardha garanton 8 mg hekur, një mineral që është shumë i rëndësishëm, sidomos për gratë të cilat janë në fazën e hyrjes së menopauzës, të cilat gjithashtu kanë vështirësi të mjaftueshme të marrin këtë mineral. Mungesa e hekurit mund të pengojë aktivitetin e enzimave që prodhojnë hormonet e gjendrës tiroide. Duhet të keni parasysh dy gjëra. E para, trupi ka të vështirë të përthith hekurin, prandaj nevojiten më shumë ushqime me vitaminën C, të cilat mund të ndihmojnë në absorbimin e tij. E dyta, hekuri mund të ulë efikasitetin e ilaçeve për tiroiden, prandaj sigurohuni që t'i merrni këto ilaçe të paktën 4 orë përpara se të keni ngrënë një vakt të pasur me hekur. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin e tiroides dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet që i shkaktohen asaj. Perimet e familjes së lakrës duhet të evitohen nga dieta juaj, pasi mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj të tiroides. Të njëjtën gjë duhet të bëni gjithashtu edhe me glutenin. Pa gluten nuk është e mirë për këdo, por duhet të evitoni pjesën më të madhe të glutenit, pasi kështu mund të ndikojë në përkeqësimin e shëndetit tuaj dhe krijimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni të bëni një përzgjedhje të duhur të ushqyesve në dietën tuaj ditore dhe do ta keni më të lehtë të mirëmbani funksionin e saj dhe gjithashtu të evitoni komplikacionet. Flisni me mjekun tuaj për kripën dhe algat e detit. Pasi çdo ushqim duhet ta merrni në mënyrë të kontrolluar për të evituar kështu komplikacionet e shëndetit dhe për të krijuar një mbrojtje më të mirë të organizmit. Është mënyra e vetme për të përmirësuar shëndetin dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Vëmendje.
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.